Ne e ndjekim me shumë shqetësim situatën dhe unë i ftoj shqiptarët të reagojnë ndaj naftës e cila është një nga faktorët më ndëshkues të atyre qindra mijëra familjeve që kanë vetura, por dhe të atyre që nuk kanë vetura. Ata që kanë vetura marrin naftën me çmim të njëjtë, ose edhe pak më të shtrenjtë se sa Zvicra dhe Suedia. Ndërkohë që rrogat në Zvicër dhe në Suedi janë 6 herë më të larta se sa rrogat e tyre. Ngriuni qytetarë. Mos pranoni këtë ndëshkim i cili shpreh dhe një urrëtie se Edi Rama këtë ka bërë se këta kanë dhe t'ja u marrë. Sigurisht që ata kanë pak më shumë se të tjerë, po ti s'mund t'i ndërshkosh ata në këtë mënyrë. S'mund t'u vesh naftën ti, pse ka një veturaj, me t'jejtin çmim me Zvicrën e cila ka rrogat 6-8 herë më të larta.